Sot në qeveri të nderuar deputet, kemi miratuar projekt ligji. A ka mundësi mu këty në temë, Kryeministër, sepse i ke pos 4 vjetë me qeverisë dhe nuk e realizu asë një projekt. Kthem temë e mos na shqit pralla. Kthem temë të kabinetin qeveritor këtu, edhe ti nderuar Moja Rendin. Moja Rendin. Kryeministër, kthem temë. Jo, kthem temë. Kryeministër prapë do ta ndoli. Nëse nuk kthehesh me fol për naft, nuk do të flasësh. Nuk mundesh në asnjë rrethon ti me krahasu zgjidhjet ose diskutimet që i bën kryeministri si tendencë për me përballë inflacionit që prodhon nafta me çebet ose me sturnet personale që i keni bë. Janë krahasim ose ai tjetër që dha për ekspozitat ose për financimet që folke. Domethënë nuk janë të njëjtat gjëra. Ma lejoni ta ushtroj diskrecionin që më garanton rregulloria për të interpretuar lidhjen organike që kanë diskutimet të folësve me temën e seancës. Ju kisha lut. Vazhdo kryeministër, lutem. Unë ju kisha lutë të gjithëve të ruani qetësinë institucionale dhe përgjegjësinë e përfaqësuesit popullit. Ju lutem ruajini qetësinë institucionale. Rikthehemi në temë.